ka posa Berisha për 4 vjetë. Kjo ka qenë, dhe më thonë, puna, bashkoj kombin. Arriti bashkoj kombin, mas ishte po rruga Kosovës. Kosova rritë me Serbin, se nësë shkojshim atje, asa të së ngishin këtu. Të shi vinë për 2 orë, shkojmë në atje, vinë në këtu. Qaj, na futin nata, hojës dhe vizat. Që këtu në mokta, që bonta, vetëm vjedhje, boni 3 rrugë, 2 tunele, ata u shemen, ku vje puna ata ngelen rrugë, a i boni rrugë, gropa i me ti njerëzit i lakret. Pasha zotë nuk me thonë drejtë, nuk kam makinë, kam frikë me hëpnelt. Sepse fillo makina, nisë e që me 4 amortizatore, vje me 2 rrugët. E ngelin rrugës, që e ka po këtë gropa, nuk hecim dëtë. Falenderoj doktor Sali Berisha, dash zoti shnet, edhe fitoria me ty është e sigurt, por të në këshellon e pak lullbashën, partijë s'pat mo, me thonë drejtë. Partija pat hik, që shkatru veni i kretë, sepse kur arriti me thonë e dirama mo, kjo është opozita që tu, me thonë drejtën, atëve në knoshi shpirti, në mojti 90 ditë në gjatë, e tha, që pala, shkoj ke paloshi, najtë me paloshin të cipër, e në i tha në Monika, tha, ajo, Belinda, tha, kjo tha, palosh të është. Atëherë, falenderim shumë. Edhe unë falenderoj shumë. Falenderit, marrim edhe 2 pyetje në fundit, po, zotëria këtu, edhe do t'ju përgjigje dhe doktori në fund. Mirëmbrëma doktor, mirëmbrëma të gjithë demokratëve të Kryes dhe të Fushkryes, i pjesë e madhe i njoft personalisht, sidomos ta të Fushkryes, i pjesë jo. Kur vjen takime të tilla, sidomos mas shumë kohësh, se unë s'kam qenë këtu për shumë vite, rrezikon përgjithsisht, domethënë të emocionohesh, të humbësh anën racionale dhe pastaj të delirosh kollaj. Duke mendu kur më lajmëron, domethënë që do ishte takimi sot në Kryj, po kaloja pak në përmend se sa gjëra ndër këto vite, po themi, kam reflektu jo vetëm për të pa anën e jashtme, këtë anën jashtnesh. Sepse ana jashtnesh kush është? Ana jashtnesh janë këta vampirët për cilët u përshkru dhe u fol gjatë dhe gjërë dhe i tani. Kam qenë shumë më i ri dhe shumë më i paditur se sot, kur i kam përshkrujt si një organizat që përfaqëson neofashizmin mafioz në Shqipëri. Dhe po flas për një periudhë diku nga 2014-15 kjo, kur realisht isha shumë më i paditur se sa sot. Ndaj, duke ardhur për këtu kisha një listë shumë të madhe për të pa për nga vetja para, jo më për nga ata. Edhe duke qenë që situata është kjo që është, dhe që ne jemi përballë këtij regjimi pa diskutim, përballë këtyre vampirëve të pa shembull, pa diskutim, përballë një soji dhe sorollopi që ndoshta vetëm para 92-shit, ndoshta as atëherë nuk ka pas të tillë. Mendova që listën e madhe, po themi, të një këndvështrimi, po themi, për nga vetja jonë, ta shkurtoja dhe jam mundu me reduktu në disa pyetje. Një pak kënaqësi që kam, unë e kam shënu pak me ironi këtu, me thënë vërtetën, unë s'do ta përmendeshtu si që kam shënu, po një pak kënaqësi që kam është me organizimin e protestave. E kam thënë fatmirësisht ndryshe ndoshta nga shumë prej njerëzve që janë sot në sallë, unë kam marrëdhënie me një pjesë të madhe dhe të antarëve të kryesisë, po edhe të antarëve të nderuar, po themi që janë marrëdhënie me selinë qendrore. Mirë po, jo gjithmonë reflektohen mendimet, jo gjithmonë vinë aty ku duhen fjalët. Pse kam kritik? Mendoj që fjala përballë Edi Ramës ka psu një inflacion të jashtëzakonshëm. Unë kam studiu për aktrim dhe për regji, merrem sot me studim metodologjike, përkthime, për fushën e teatrit dhe të regjisë teatrit, dhe
Jo më larg se sot me këtë mikun tim në kafe, isha duke i thënë, shiko, fjalët pësojnë shumë shpejt inflacion. Dhe fjala me këtë regjim, unë mendoj që inflacionin e vet, thyrjen e vet të madhe e ka pas në 2017. Pra nga 2017 deri sot, unë mendoj që ne jemi përtej inflacionit fjalës. Ju thatë, çfarë rezistencë paqësore. Shumë mirë. Është një formë. Por nëse unë kam qenë i bindur në 2015 që kjo është një organizatë neomafioze fashiste, sepse i ka të gjitha shenjat. Një nga shenjat, për shembull, që përshkruan Pasolini në për filmat e vet, është perversiteti i njerëzve të paftyrë, absolutisht kriminal, në për banaqet televizive shqiptare. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Të shti ku e kam unë me formën e protestës. Ka një rëmuj. Unë isha në protest herën e fundit dhe isha goxha energjik për disa që e din këtu në salë dhe ka kaos. Disa këtej, disa andej. Nëse shkojmë te parlamenti për t'i fut njerëzit tanë në një hing që ata të arrestohen, unë nuk jam dakord. Nëse duhet bëjmë rezistencë për balë t'i regjimi, duhet i rrim për balë t'i regjimi aty ku e ka strofullën e të keqës. Duhet rrim aty, të gjejmë forma. Nëse jemi pak, le të zgjerohemi. Nëse nuk zgjerohemi, do të le të shtrojmë me mbar publikun, me universitetet, me spitalet, me policin, edhe me institucionet shtetërore. Do thoni ju ata janë të kap. Ka dhe prej atyre që janë të pakënaqur. Duhet ta gjejmë në formën të nxjerrim intelektualët tanë, njerëzit tanë, që për hir të vërtetës disa prej tyre bëjnë një jetë politike goxha elitare dhe mondane, dhe nuk po hyj këtu në detaje se pse mendoj këtë. Se nuk është vendi, unë thash, do mundohem ta reduktoj nga ana kritike. Por skena, unë kam pa protesta në të gjithë Europën. Torino është një nga qytetet më energjike në Itali për protesta. Ka qenë shpirti politik i Italisë, vazhdon të jetë edhe sot. Qoftë për i det majta, qoftë për i det djathtë. Kryesisht për të majta, sepse Italia ka, ndryshe prej nesh, ka një histori tjetër edhe zhvendosjen e ka tjetër. Por, këtu kemi të bëjmë me një fashizëm të majtë, sepse njerëzit nuk e din që ka dhe fashizëm të majtë. Dhe unë mendoj që të reduktojmë skenat dhe potencialin ekonomik që investojmë në ato skena, ta kemi një potencial ekonomik për të zgjeru debatin, për të zgjeru dialogun dhe për të zgjeru dhe mjetet për të qenë më energjik për balë tyre. Kjo e para. E dyta, kam një shqetësim kështu pak më lokal. Flitet që